Në sytë e Brukselit, progresi i Shqipërisë në rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian duket i mrekullueshëm. Ky ishte mesazhi që konfirmoi në Tiranë presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në prag të nisjes së forumit të investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, ajo u takua me presidentin Bayram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, teksa konfirmoi se Brukseli planifikon të hapë të gjithë kapitujt deri në fund të vjeshtës së këtij viti. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se fal marrëveshjeve që do të nënshkruhen në Tiranë gjatë forumit të investimeve BE Ballkani Perëndimor, rajoni mund të marrë deri në 4 miliardë euro investime. Duke folur nga Tirana, ajo tha se mesazhi për biznesin është se kush ka zgjedhur Ballkani Perëndimor për të investuar, ka zgjedhur Europën. Kreu i qeverisë Edi Rama dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen kanë mbajtur një konferencë të përbashkët për mediat pas bisedimeve mes tyre. Kreu i qeverisë ka zbuluar diskutimet që janë bërë mes tyre, duke thënë se ka marrë edhe konfirmimin prej saj se Shqipëria po ecën në rrugë të mbar dhe me shpejtësi drejt Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë konferencës së përbashkët me kryeministrin Edi Rama tha se Shqipëria ka bërë një punë të mirë në rrugën e saj për objektivin e 2027, mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian.